Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë edicionin special të Pa Mask. Unë jam Daniela dhe sonte do flasim pa filtra, pa fasada, po me gjithçka që fshihet nga çdo fjalë magjike. Fjala magjike sotme është suksesi. Çfarë është suksesi? Si e perceptojnë njerëzit suksesin? Disa duan ta kenë, disa nuk duan ta kenë. Dhe disa duan ta dinë se si ta kenë, por nuk e dinë se si. Do ndjekim pak Vox Popet, përpara se të arrijmë të flasim për Vox Popet. E di që sot kemi për qesh, kemi për qarë, kemi për të ankuar dhe për të gjykuar, se gjithmonë me Enean ju e dini se si është të jesh me Enean. Kështu që dua të falenderoj shumë Ana Elegance Rental, sepse sot nuk e di ndihem jashtëzakonisht shumë bukur. Nuk e di çfarë të them. Dhe Art Dent. Andi Bijutën, i cili gjithmonë më bën të ndihem vetvetja dhe të buzëqesh kaq bukur dhe me gjithë këtë vetbesim që unë kam. Dhe për më tepër dua të falenderoj dhe Hair International Clinic, e cila na ndihmon të sponsorizojmë këtë emision. Ndjekim pak Vox Popet, shikojmë se çfarë flitet në rrugët e Tiranës dhe të rikthehemi pas pak. Përshëndetje të dashur miq, sot jemi në puntatën e 4 edhe do pyesim zërin e publikut për të ditur se si është suksesi për ta dhe çfarë konsiderojnë ata sukses. Do vazhdojmë tani, sepse jemi live, kush na shohë sot, na vi bravo dhe të na takoj. Okej. Këtë pyesim. Shëndetje, si jeni? Shëndetje. Çfarë konsideroni sukses? Suksesi si puna ime, për shembull, që unë jam një këngëtare operistike dhe kam sukses në botë. Ndërkohë duhet ta kem në Shqipëri, njëkohësisht. Po. Që Malisa Katroshi. Gëzohem. Me këtë rast përfitoj të them se jam edhe kandidate për deputete me Partinë Mundësia, kështu që i ftoj shqiptarët ta ndëmbant, më votojnë. Nga kush televizionin ju? Neve jemi nga Eli TV. Shumë mirë, ja. Rësia. Sukses. Disa nuk e di. Shëndetje, si jeni? Çfarë konsideroni sukses? Karrierë. Vetëm karrierë? Po, karrierë dhe një familje të shëndetshme. Okej. Dyja për mua. Okej, faleminderit shumë. Në jetë, po. Po, të jem mirë me shëndet. Të kem fëmijë të mirë. Këtë e quaj sukses. Kem ta, mos më mungoj ushqimi. Po nga pjesa e karrierës, e punës. Jam pensioniste. Po në momente ku ke qenë e re për shembull, çfarë ëndrash ke pasur? Shqyr me punë, kam punu në Bashkinë e Tiranës. Kam qenë mirë, me kalem gjithë jetën. Kam qenë mirë. Po. Kam qenë. A mendoni se paragjykohet suksesi për shembull këto artistët e sotëm? Paragjykohen ke ignorantët. Ku janë ignorantë, njerëz pa shkollë. Si thotë në natyra, njerëz që kanë zemrën e vogël, që nuk mendojnë të mirën, po mendojnë të keqen, paragjykohen, po mos u bëj vonë, ato të ecin përpara. Ashtu duhet. Të ecin duhet. përpara, as mos ta kthejnë kokën mrapa, as mos të bëhet vonë për ta shëthemit që aton tjetri. Unë jam 78 vjeçe, e shikon ti, Mashallah. edhe kam një fëmijë dëshmor, Po. mbajta 5 vjet zi për djalin, i hoqa. Edhe më paragjykojnë, ka vesh të kuqe, as më bëhet vonë fare. Po ti sa e bukur më. Unë shikoj, jam 2 unaza, e operuar, 2 ekura, 30 milion djalis tjetër që e kam në Montreal në Kanada. I hoqi, ka vesh të kuqe, i vdiq djali, i vdiq edhe burri, shikoj me të kuqe si skatur, unë së më bëhet vonë fare që ato ignorantët. Unë shoh punën time, jetoj me 100 të mira, se djali, më shikon shumë që është në Kanada. Po ti qofsh me jetë edhe unë gëzom që të thash edhe që... Po ti, çfarë shkolle e ke? Unë vazhdoj shkollën e aktrimit. Të lumtë. U bëfsh një akrobate mrekullueshme, që të kenë zili bota. Edhe kështu do mos më bëhet vonë fare. Po shikoj, jam një nëndëshmoj, ka shaliu në shtëpi, respektoj shallafiton, se këta nëne, ta që janë tani nuk t'japin lekët. I takojnë djali 30 milione, nuk t'i japin. Jo se dua lek, se kam pensionin 405.000 lek bolle kam, po t'ja jap djalit, se ka pagu 30 milion që i kam bë ke Turku, ke Gjerman. Kam vu 2 unaza e 2 ekura që më shikon. Ja, mi ka marrë kushirira e babajt qatat, se ishim aty, ke komodita home, si quhet ajo? Ashtu quhet. Aty, bleva një për bijuterit bukur, ma kishë prunu se nga Greqia, po bleva një të bukur, valixhe.
për bizute, për këto, marshin të keqe njerëzit, udhçaj kokën, jetoj si kontesë në atë time, pavarësisht se jam i vrarë, miku djali, miku buri, po jetën e kam së më ngora si gja. Pale shpinë, se shpinë e kam bërë, si kur hynë në një vend kuklash, 4 milion vetëm panorama, se me ato jetoju në fotografitë e djalit. Djali ka martu fëmijët, kanë mbaru shkollën e lartë të 2 fëmijët financë, edhe çuni djali janë martu, goca ka marrë mjek në Kanada, çuni ka marrë një avokate, fëmijët e tyre, çuni ka po 5 fëmijë çunit, goca ka po 3 me doktori, edhe fotografitë e tyre, e me këto jetonë na. Faleminderit shumë. Gjeshi shok të mirë. Faleminderit. Daniela. Daniela, gjithë mirat e botës. Faleminderit shumë. Ja kalofsh mirë. Gjithashtu. Çfarë quani sukses? Can I ask you a question? Io parlo solo italiano. You don't speak English? Fischio in inglese. Okay. Speak English. Yeah. All right. What you consider success in life? Being happy. Mm-hmm. Doing what you love. Yeah. Loving your life without having to escape it. Mm-hmm. Do you think that success can be judged? No, I think that's personal. Success is different for everyone else. So why judge? Okay. Thank you very much. Në më thënë, ti konsideron sukses pjesën e anët monetare? Po, pra, që ati kom krejt. Po. Anës monetare, pra, A mendon se paraqykohet suksesi? unë nuk mendoj që pra suksesi se suksesi ja si ta qënë zoti. Po. Pra, që se ta qënë zoti diçka, edhe shpara që më është sukses. Okej. Faleminderit shumë. Kalofshi sa ma Gjithashtu. që ke shumë e bukur, mos harro. Faleminderit. Qoftë do të më porë, Jo. Ndoshta ne nuk mund t'i kuptojmë disa të vërtetat e hidhura që ndodhen në Prapaskend dhe sot do diskutojmë me Enea Durën për gjithë këto. Enea Durë, përshëndetje, si jeni? Përshëndetje. Okej. Se po të flasë kështu, për që ne jemi shok. Atëherë, çfarë quan ti sukses, Enea? Sukses është një fjalë e madhe që është e vërteta. Sukses është një qëllim ku gjithsecili vendos vetes për të kapur majat. Majat në karrierë, për të qenë i kompletuar si në aspekt ekonomik edhe në atë shpirtëror, për të treguar ndoshta edhe më shumë për të treguar botës që ky jam unë. Nëse e ke parë Vox Popin, se normalisht e pam bashk, flitet disa prej tyre, domethënë shprehin që suksesi nuk është thjesht dhe vetëm karriera, por është edhe të krijosh një familje dhe të ndihesh i lumtur. Okej, shiko. Familja është tjetër temë. Sukses, në mendimin tim personal, sukses konsiderohet kur një person kap majat në disa fusha. Në fushën e karrierës, sepse për më tepër, suksesi përqendrohet në kohët e sotme përqendrohet më shumë te pjesa e karrierës. Sa ke arritur ti në jetë? Ku ndodhesh ti në këtë moment ku je? A ndihesh ti i plotësuar me çfarë ke arritur? Natyrisht futet edhe familja te kjo pjesë, pasi çdo njeri pretendon ose thot. Po sukses është edhe të krijosh një familje. Unë nuk po them që nuk është sukses. Por për më tepër unë i qëndroj të qenit fjala sukses ose famë, sukses i qëndroj vetëm te ky aspekti që gjithsecili tregon të kapi majat dhe çfarë ka kaluar ose çfarë ka arritur në aspektin financiar dhe në aspektin për t'i treguar botës ose për t'u bërë shembull për botën dhe për shoqërinë. E kuptoj. Ky konsiderohet sukses mendimin tim. Pse mendon se një person i suksesshëm mund të paraqykohet? Janë xhelozit. Janë xhelozit nga shoqëria që Të thoshin edhe disa njerëz që natyrisht shiko. Ne si popull shqiptar jemi gjykus, jemi dhe para gjykus shumë dhe janë xhelozit, janë ato si mund ta them smirat. A kupton që diçka nuk të lë për brenda që pse ai e ka diçka, pse mos ta kem unë, por kjo quhet tamam smir dhe xhelozi, nuk quhet domethënë si tip ambicie kur gjithsesi duhet ta kaloj te vetja vet për t'u bërë si ai person që ka përballë, por neve kemi atë synimin që për ta sulmuar tjetër. Prandaj konsiderohet do të zhvesh pak nga imazhi jot.
dhe dua të më tregosh si e percepton suksesin ti personalisht për veten tënde. Sukses. Pa. Unë reprezentohem vetën time, nëse e marr mjastë politik, nëse unë tani bëhem deputet i partisë. Një sepse edhe fusha që kam mbaruar marrëdhëniet kombëtare lidhet goxha me politikën, kështu që suksesi mund të arrihet domethënë që nëse do arrija të kapsh një pozicion në parlament ose deputet, qoftë edhe në vitin vazhdim, qoftë mund të isha edhe lideri i këtij vendi. E kupton? Kjo ti po thua do të ishe president? Po, kryeminist. Presidenti Kosovës nuk është se pi shumë ujë. Është thjesht për dekorim. Okej. Por për më tepër tek pjesa e suksesit, në aspektin tim personal është që po çfarë të si shketi për të qenë kryeministër e këtij vendi për shembull? Çfarë do bëje ti ndryshe në krahasim me Edi Ramën? Çfarë do bëja ndryshe? Shiko, janë shumë gjëra në krahasim me Edi Ramën. Për shembull, se kështu kanë thënë gjithë. Nuk mund të krahasohet, domethënë, nuk mund të krahasohet. Unë vërtet jam një njeri me ambicie, por të paktën çfarë do bëja ndryshe ishte shumë gjëra ndryshe, po pikë pari do i përkushtohesh arsimit, i cili po e shikoj që është si mos më keq. Por le mos flasim te kjo pjesë sepse kalojmë në pjesën e politikës më përtepër, e cila që un kam shumë njohuri dhe dua të flas shumë, por ndoshta mund ta lëm për do flasim në një puntat tjetër për këtë pjesë edhe do të zhbiroj sa më shumë. Po natyrisht kurse personalisht do gërryej tek ty. Personalisht suksesi është siç e thashë më parë që të lë diçka, të lë një shembull të mirë për të tjerët. Unë suksesin tim personal e konceptoj me fjalë më të thjeshta që të kem një biznes të qëndrueshëm, të kap majat në degën time, si që thash më parë, ndoshta mund të jem deputet i parlamentit, dhe natyrisht edhe një familje, quhet familja nuk është se e lash si të tretën, sepse ndoshta mund të jetë më pak e rëndësishme, është goxha e rëndësishme, por kryesisht e konsideroj suksesin tek pjesa e famës dhe tek pjesa për të lënë mbresat e tjerë. A ka ndryshuar koncepti i suksesit tani në 2025-ën? Ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar shumë sepse suksesi më përpara, më sa më ka thënë prindët e mi, ishte vetëm nisi nga diçka e vogël, të cilët tjerët e merrshin për bazë edhe ecnin edhe për vetën e tyre, por edhe në një fjalë, ta thoshin në një fjalë të mirë. Deri diku të reklamonin për mirë të tjerët. Kurse në kohën e saj që po jetojmë tani, suksesi është bërë një fjalë radikore, është bërë një fjalë e cila kërkohet të arrihet shumë shpejt, dhe për më tepër mjetet për të arritur këtë sukses kanë ndryshuar shumë kohët e parë, në dallim nga kohët e para. Sukses tani shohim që dikush bën një këngë, dikush aktron diku, domethënë që pa patur atë bagazhin e duhur për t'u futur një fushë të caktuar. Thjesht fakti që ndodhet. Thjesht fakti që kanë një ekonomi, investojnë tek një gjë, kanë disa miq, disa shok, edhe bum. Dikon shumë dhe rrjetet sociale, cilët aty do ndalesh. A mendon se rrjetet sociale rrisin egon apo vetbesimin? Rrisin egon. Egon. Rrjetet sociale rrisin egon. Ka një garë rrjetet sociale, qoftë për të bërë suksesshëm. Sidomos me TikTokun apo me Instagramin. Së fundi me TikTokun, edhe pse është mbyllur shumë vetë apo e përdorin akoma me VPN-ve. E kupton, duke i anashkaluar ato palajmërimet për hakerimet e gjëra që ka thënë edhe vetë qeveria. Por rrjetet sociale rrisin egon dhe rrisin garën e personave. Tani suksesi, po ta shikosh sot nëpërmjet rrjeteve sociale, suksesi është thjesht një njeri duke fol budalliqe. Kemi parë shumë njerëz nëpërmjet TikTokut të cilët nuk po japin një shembull tamam për shoqërinë për t'u ndjekur, por thjesht kapin një ngjarje të caktuar ose krijojnë ngjarje nga hiçi, krijojnë disa meme, i themin edhe sot, krijojnë disa gjëra as pak interesante në mendimin tim, që nuk mund të lësh, nuk mund të bësh një budallik dhe ky budallik tani të ndiqet nga të gjithë. Kjo po ndodh sot. Dikush hedh një gur lum dhe gjithë vend për ta nxjerrë nga lumi. Kështu funksionon. Këtu më pa ku ta të vishë provoj. Po. Ordra. Faleminderit. Lutem. Marova? Okej. A ekziston suksesi heshtër në Shqipëri? Jo. Që suksesi në Shqipëri do thotë që ruaj ato bazat e moralitetit, ke arritur çka ke arritur
i ke për vete dhe i bie që të tjerët do të gjykojnë ose do të vlerësojnë për atë çfarë ke ti arritur. Në Shqipëri ndodhet kundërta. Në Shqipëri nëse ti nuk përdor marketing, nëse ti nuk përdor këto rrjete sociale që ti kërkon të dukesh te të tjerët. Ti e vendos si thon atë pikën mbi i, domethënë që ore ky jam unë dhe ja më shikoni, ju lutem më shikoni për ta bërë vetë suksesshme dhe kjo rrit automatikisht atë që tham pak më parë, rrit dhe egon. Të ndalemi tek reklamat. Po. Pse njerëzit zgjedhin të reklamojnë çdo gjë pafund? Varet çfarë reklamojnë pikë pari. Gjithçka, nuk ka rëndësi. Gjithçka, mund të kapesh nga më e mira deri tek më e keqja ose e kundërta, nga më e keqja tek më e mira. Në mendimin tim kjo gjë e keqe, një po e nis. Për të reklamuar. Për të reklamuar, çfarë, sepse ju thatë ti the që për të reklamuar çdo gjë. Kjo është gjë e keqe, sepse nuk mund të reklamoj nuk tregon vetveten, tregon shumë gjëra fake. Mund të tregosh çdo gjë, histori të jetës, histori çfarë bën në shtëpi, çfarë ha, çfarë pi, me këtë del. Pse është e keqe kjo? Po është e keqe sepse këtu humbet pjesa e privatësisë. Tani ti do ta ruash një lloj privatësie për veten tënde. E kupton? Po dakord, po në momentin që ti je një person i suksesshëm, besoj se duke u nisur që ne tregosh për shkakun për fansat se si e jeton ti jetën, sepse fansat për shkakun ty të shohin idhull. Po të shohin idhull, po mirë çfarë do thotë kjo? Po mirë, nëse fansat ty shohin idhull, përse këta persona suksesshëm çfarë streamesh bën ti palestër thotë ai që ti ke gjithë këtë tru. Jo, shumë mirë. Nëse ty fansat të shohin idhull, atëherë përse këta persona thonë që neve s'po na lë rahat paparazzi sepse neve nuk kemi një jetë intime, një jetë private, po atëherë mos e bëjmë më zotëri. Po jo, po këtu është problemi atyre që po reklamojnë, problemi është atyre që kanë një mentalitet shumë të dobët duke komentuar jetën e dikujt tjetër. Duke nisur sepse ne jemi Okej, ne e tham shumë bukur dhe pak parë, duke nisur që ne jemi një shoqëri pagjykuese, ku synojmë direkte ndaj një personi të famshëm, themi, si e bëri ky këtë, si arriti ky këtë, ama se s'ka bëj gjë ky apo s'ka bëj gjë ai. Atëherë, duke ditur këtë gjë më së miri, atëherë edhe ti rezervohu pak më zotëri, ti vërtet je i famshëm, kthehemi te ajo fjala që tham edhe më para që një sukses i heshtur, të paktën të vlerësojnë për vërteti, jo që ti të tregosh veten se cili je duke bërë këtë marketingun deri diku të egzageruar për treguar më ndihni mua ti më zotëri. Tani që po nxefësh do të bëj një pyetje, a mendon se Inati është nxitsi i suksesit? Po. Mendon. Po. Prandaj po nxefësh. Është. Që nuk po nxef, unë po them diçka që nuk duhet të ekzistojë. Që dhe reklamimet e tepërta janë bën shumë dëm. Atëherë, ti thua pra që Inati është nxitsi i suksesit. Po, nxitës. Xhelozia dhe inati. Nxit suksesin një person që ka inat. Njerëzit nuk bëjnë çdo gjë. Për inat dhe akmarrje, edhe për frikë. Jo për dashuri. A ka sukses pa sakrifica dhe pa kompromise? Jo. Është ecin të dyja në një rrugë paralele. Nëse nuk sakrifikohen për diçka për atë që do vërtet, atëherë nuk mund të arrish sukses. Normal, janë fjalë të cilat i kemi dëgjuar. Çfarë do sakrifikoje ti për të arritur suksesin? Personalisht? Po. Përveç familjes, çdo gjë. Përveç familjes çdo gjë. Çdo gjë. Do ekspozohesh për shembull? Për të arritur të ekspozohesh. Të thosh te një person që dua të ekspozohesh në forma nga më të ndryshme, të cënonte për shembull pjesën tënde, anën tënde morale apo personale, nuk e di, edhe nëse do ti të arrish atë, ti e ndërron domethënë të arrish atë suksesin e madh. Pjesa e moralit, kur qofse do të arrish të kapësh sukses, ka shumë njerëz që cilin e mbyllin një sy. Kupton? Pra ti do e mbyllë një sy. Deri diku po. Pra ti do të cënoje privatësinë tënde, pjesën e moralit tënd për të arritur suksesin që Në qofse është diçka që unë e dua shumë për të kapur ato maja, atëherë po, do pra ti do bëje kompromisa. Kompromis, po. Kompromisi është diçka që mund të arrihet më kollaj. E kuptoj. Mund të arrihet më kollaj. Nuk pak rëndësi ka fusha që ti kërkon të bësh i suksesshëm, por me njerëz të dur mund të arrish një kompromis shumë efikas. Kush e përcakton suksesin? Familja, vetja apo Instagrami? Vetja. Familja është në kohën e sotme, familja ka raste cila nuk mund ta them fjalë që të bëhet pengesë, por shumë dyshuese.
familja është dyshuese për suksesin ose qëllimin që ti ke vënë për pasu sukses në një fushë saktuar. Kemi dëgjuar shumë shpesh që familja thonë, "Ha, për çfarë do bësh ti? Vazhdo këtu ku je, jo po nuk do të eci kjo, nuk do të eci ajo." Unë mendoj se ne që duam të arrijmë diçka në jetën tonë, pra të jemi të suksesshëm dhe familja që nuk e shikon atë gjë është për shkak se mendoj dhe besoj se Zoti Zoti ta kapi si kështu për familja luan rolin mos ta besojnë ose të duan ta bëjnë atë lloj krahasimi kështu. Më kupton çfarë dua të flas? E kuptoj shumë. Familja luan rolin mendoj se ai më flet dhe më thot se ku mund të shkoj sepse ai më tregon se shiko se ti ke për të arritur këtu. Shiko, familja të tregon, familja nuk e di, sepse nuk e ka parë atë që kam parë. Shumë bukur. Familja të tregon dhe luan rolin të luash sigurt, play safe. Është i shprehje. Por është bie dakord komplet me ty që familja nuk e di që kjo është dëshira e më e madhe, ndoshta një provë nuk është se humbet. Po Instagrami ndikon? Po Instagrami ndikon, natyrisht. Marketing pra ti po thua që dhe Instagrami mund ta përcaktoj suksesin. Po, natyrisht. Varet sa jap ti për të bërë marketing vetëstate, reklamim vetës tënde. Jo, e kam fjalën që mund të jetë një shembull për ty për të përcaktuar ti se si duhet ti është i suksesshëm. Pra kush është për ty që në rrit suksesin? Instagrami të thotë, nëse ti je kështu, atëherë ti je i suksesshëm. Instagrami krijon kopje, të cilat nuk janë të vërteta, por janë kopje për që shumë njerëz arrin të përvecojnë shumë kollaj për të kopjuar njëri tjetrin dhe kush e kush pastaj aty fillon gara. Sa zgjat një sukses mesatarisht? Një sukses mesatarisht varet çfarë fushë. Në gjitha fushat. Kap këtë duash. Mesatarisht po flasu. Okej, do e thosha vetëm me një fjali deri diku retorike, suksesi zgjat për aq kohë që ti kontrollon egon tënde. E bukur kjo, pëlqeu. Nuk di çfarë të them tani me këtë që. Jo, kishte shumë e bukur. Sinqerisht jam shumë pro e kësaj, sepse mendoj se në momentin që ti nuk di të kontrollosh egon tënde, atëherë ti fillon që të harrosh të japësh. Nuk është vetëm ajo, po ti harron të japësh punë. Jo, nëse nuk kontrollon, qëndron dhe kjo që them humbet terren, pasi duke qenë sepse je tërkohë në garë, kur ke kapur një nivel të suksesit, je tërkohë në garë për të arritur atë sukses, dhe nëse ke shumë ego, atëherë të gjithë bëhen bashkë për të rrethuar ty. Duke nisur qoftë edhe nga familja. A vlerëson të suksesshmit në Shqipëri apo bien poshtë? Të suksesshëm do thoja një lloj kategorizimi të suksesshëm për diçka të hajrit, për diçka të mirë, apo të suksesshëm nga rrjetet sociale? Kur flas për suksesin, normalisht që flas për të gjitha, po duke ditur se këtu flitet Xhensila që la besin apo çfarë ka ndodhur tani në Big Brother së fundmi që Xhesti u martua me po, kështu që një dasëm fake për ta bërë atë person më të famshëm. Ose më saktë për ta bërë Eglin më famshëm. A mendon se ka marrë, si thuhet, shembullin e Luizit? Jo. Me Kiarën atëherë. Ky lloj emisioni, ky lloj formati është vërtet më konsiderohet një reality show, ku gjithsecili aty tregon vetën e vet, por nuk është as pak e vërtet, fundit aty është çdo lloj është lojë, ato sharta, ato ofendimet, ato lëra, ato ngacmimet që ka bërë çdo kush me metodën e vet, që nga Big Brother parë deri më sot, tregon një shembull i cili ai që fiton në fund konsiderohet shembull për shoqërinë. Pak më parë unë dëgjova një intervistë një prej finalistëve, Lajert Vasili, ku tha që unë e konsideroj veten time si fitues publikut, ku unë quhem fitues ndaj palës ndaj ignorancës, por me sa duket, shoqëria shqiptare, tha ai, pas ka nevojë për një model të tillë. Pra ti do të thuash që ne si Shqipëri që jemi vlerësojmë njerëz të cilët nuk janë aq. Jo aq. Ne nuk ja kemi haberin se si të vlerësojmë, cilat janë etapat ose pikat për të vlerësuar një person. E kuptoj. Okej, do ndalemi në dy histori personale që kam. Është historia e Loras dhe Clintonit.
Dhe do rikthehemi pas pak së bashku për të komentuar këto dy historitë. Lutem. Atëherë do ndaj me ju historinë e Loras. Është një nënë e vetme, e cila pas një divorci krijon biznesin e saj të make-upit dhe sot ka 15 punonjëse. Unë jam Lora. E para gjë që humba pas divorcit ishte vetja ime. Shtëpia më duke i bosh, jo sepse mungonte ai, por sepse nuk e njihja më veten. Kur mbeta vetëm me vajzën time 3 vjeçare, të gjithë më thanë të kthehesha te prindërit. Por unë zgjodha të qëndroja në qytet. Të qëndroja për veten time. Punoja ditën në një dyqan këpucësh dhe natën mësoja në YouTube si të bëja make-up. Klientja ime e parë ishte një shoqe që po martoi dhe nuk kishte lek për grimier. Ja bëra falas. Por nuk e pash në altar, e pash veten. Aty lindi ideja. Nëse unë mund ta bëj dikë të ndjehet e bukur, ndoshta mund të shëroj veten. Fillova nga një dhomë, 3 furça, 2 paleta të lira dhe një karrige që e mora nga trotuari. Dhe ëndra ime. Nuk isha as logo, as marketing. Vetëm pasioni dhe vajzën time që më priste çdo natë me lodrën në dorë. Kam fjetur shumë net pa ngrënë. Kam qarë fshehurazi që të mos më shihte vajza ime. Por s'desha të isha thjesht një nënë që mbijetonte. Doja të bëhesha një shembull për të. Sot kam 15 punonjëse. 12 prej tyre janë gra që u ndodhen në të njëjtën situatë si unë. Gratë që ishin larguar nga një marrëdhënie e vështirë, gra që ishin mësuar të mos ndoronin më. Nëse ky vend më mësoi diçka, është se gratë nuk kanë nevojë për mëshirë, kanë nevojë për mundësi. Lora s'mori një jetë të dytë. Ajo vetë ndërtoi. Dhe çdo brush që prek një fytyrë të re, është një kujtim që bukuria e vërtet është të ringrihesh kur të gjithë presin të rrëzohesh. Do kalojmë tek historia e dytë, historia e Clintonit. Një djalë i ri nga fshati, i cili u bë i famshëm me TikTok, por pas një viti u zhduk nga rrjetet. Ai rrëfen depresionin që i erdhi mbas famës dhe çfarë i ndodhi papritur. Unë jam Clintoni, nga një fshat i vogël. Emri im s'kishte shumë pesh, përveç ku më thërriste mamaja që të merrja ujë nga pusi, ose kur ndonjë mësues më nxirrte në derras. Jeta ime ishte e zakonshme. Fshati ishte i qetë, njerëzit të njëjtët çdo ditë. Dhe vetmja dritare që kisha për t'ia hedhur botës një sy ishte telefoni im i vjetër. Nuk e kisha në mendje famën, po e kisha një dëshirë, që një ditë zëri im të dëgjohej, ose qeshja ime, diçka nga unë të njihe për te këtij fshati. Një ditë, thjesht për qejf, postova një video në TikTok. Një skeç i vogël me humorin tim të trash, të çiltër. As nuk e montova mirë, por kur hapa TikTokun të nesërmen, shpërthim. 50.000 shikime, 500 komente, qindra djegës çdo orë. Brenda pak javësh, nga Clinton shkobli buk, u bëra Clintoni yllo vlla, na ke bërë ditën. Filluan të më kërkonin video çdo ditë. Më shkruanin vajza që kurrë s'do më kishin parë në rrugë. Më merrnin në për emisione. Unë ndjeva sikur për herë të parë isha dikush. Dhe e doja këtë ndjesi. Ishte si një ëndër që s'doja të më zgjonte. Por fama është e bukur kur s'të kushton shpirtin. Pas disa muajsh, ndjeva se nuk po isha më vetvetja. Çdo video që bëja, s'më bënte më përqeshur.
Nuk ishte më spontanitet, ishte presion. Ishte një ngarkesë që më vinte nga komentet. Dua diçka më funny. Si më si herën e parë, po bëhej si bezdisshëm, i mërsitshëm. Fillova të humbas veten. Bëja video dhe i fshija. Shija veten në ekran dhe se njëja më atë djalin me buzëqeshjen e madhe. Ishte falso. Ishte lodhje. Ishte një Clinton që mundohej të u pëlqente të gjithëve, por nuk pëlqente më veten. Shokët e vjetër u larguan. Disa më thoshin, je bëri famshëm, nuk na njeh më. Po a e dinin ata që unë ndjesha i vetëm në një dhomë plot me notifikime? A e dinin që mbyllesha në errësirë dhe s'dija pse ndjesha bosh edhe pse të gjithë më duartrokisnin? Një natë, pas një sulmi ankthi që më kapi kot, e fshiva TikTokun. Nuk ju thash askujt. Thjesht u zhduka. Si të mos kisha qenë kurrë. Disa thanë, u dorëzua. Të tjerë i mbaroi fama. Por askush nuk e dinte që Clintoni ishte në depresion. Për muaj të tërë nuk bëra asgjë, vetëm flija. Hanim darkë në heshtje me familjen dhe përpiqesha të kuptoja kush isha unë pas gjitha të zhurmë rreth meje. Dhe ngadalë fillova të kuptoj që nuk kisha nevojë për miliona ndjekës për të qenë i vlefshëm, që vlera ime s'mat më komentet, por me paqen që kam brenda. Sot jam kthyer në fshat. Punoj me babin, dal në kafe me ata që më njohin që fëmijë dhe e di çfarë? Ndonjëherë më mungon ajo ndjesi. Adrenalina një video virale. Por pastaj e kujtoj sa i zbrazët ndihesha dhe ja kujtoj vetes më mirë i panjohur dhe i vërtet se sa i famshëm dhe i humbur. Unë jam Clintoni. Nuk jam ai që të bën për të qeshur çdo natë në TikTok, por për herë të parë jam thjesht vetja. Dhe kjo është fama që dua të mbaj. Faleminderit. Siç e dëgjove dhe historitë e Nea, dua të mi komentosh pak historinë e Lorës, një nënë e vetme, cila pas një divorci me një vajzë 3 vjeçare arriti të ketë 15 punonjës dhe tani është artiste make-upi, dhe historinë e Clintonit, i cili arriti famën me TikTokun, por arriti të kishte një depresion për shkak se doli nga vetja dhe vendosi të rikthehej sërish në fshat për të punuar me babin dhe tani ndihet shumë më mirë se sa me famën që kishte. Unë dëgjova me shumë vëmendje historitë, të dyja ishin interesante, të dyja janë të ndryshme shumë nga njëra tjetra. Në historinë e parë tregohet sakrifica, çfarë heq një person, çfarë mund të heqë nga vetja e vet për të arritur atë që do, atë që çfarë folëm pak më parë gjatë intervistës, ndërsa historia e dytë ishte pak më në fashion, pak më në mod, e cila nuk është se nuk ndodh shpesh. Ndodh goxha shpesh këta personat e famshëm të cilët bëhen të famshëm vetëm nëpërmjet Instagramit apo reklamimit vetes dhe pastaj fillojnë edhe kalojnë në pjesën e depresionit. Të qëndrojmë ta fillojmë nga historia e parë. Si fillim e përgëzoja zonën në fjalë, për më tepër është grua, është nënë e një vajze. Ja ka dalë vetë, shoqëria jonë e parajgjykon të ecoj përpara drejt një femre. Ky është rasti tipik ku ajo ja ka dalë vetë me forca e vete, normal duke sakrifikuar maksimumin, duke dhënë maksimumin nga vetja. Është diçka që nuk arrihet kollaj. Kjo është për të theksuar, qoftë edhe nga femra, qoftë edhe nga meshkujt, dhe kjo histori e parë tregon që nëse ke vullnetin dhe dëshirën e duhur, arrin deri në ekstremitet, duke lënë pas dorë edhe veten, por deri ku edhe familjen, nëse mund ta gjesh një lloj balanse. Ku fatmirësisht zonja e fjalë arriti ta gjejë një lloj balanse, qoftë edhe për të kujdesur për një fëmijë të vogël, por edhe për të bërë dikushin në të ardhmen. Gjithashtu kjo tregon dhënia e një sakrifice kaq të madhe, tregon një lloj modeli, qoftë ky është tamam model për të ndjekur nga të rinjt, qoftë edhe nga persona, nuk po themi vetëm një grup moshtorish, por qoftë edhe ata që kanë lëndrat e tyre sirtar,
të cilat kërkojnë të shpalosin. Kjo është shembulli më perfekt për treguar ndoshta kësaj shoqërie kaq parashikuese sa jemi ne, që po mund t'ja dalësh zotëri ose zonjë. Mund t'ja dalësh në qoftë se arrin të mbyllësh një vesh nga paragjykimet e tjerëve ose nga ato fjalët e tepërta që tjerë që mund të thonë për të ulur. Është historia e parë. Dhe e theksoj edhe një herë, asaj lumt, është diçka shumë e rëndësishme dhe shpresoj të jetë si biznesi sa më lart. Historia e dytë me Clintonin. kjo ka çik diskutim. Historia e dytë me Clintonin është që ai u bë i famshëm nga hiç gjë. Është një video virale komike që kishte bërë ai. Është një shprehje që thonë që sa më shpejt të ngjita aq më poshtë bie. Sa më shpejt të ngjitesh të kapësh majat, aq më poshtë bie. Dua ta lidh me këtë pjesë që duke i kapur majat në mënyrë kaq të shkurtër, thjesht një video virale që ai bëri një shaka me humorin e tij dhe u bë shumë i kërkuar, tregon dy gjëra. Tregon gjën e parë që kjo shoqëri që arriti ta vlerësoj për atë shaka, tregon një shoqëri e cila ma gjepset vetëm pas disa shakave të qastit, gjë të cila nuk tregojnë realitetin, tregojnë thjesht spontanitetin çfarë mund bëjë mendja e njeriu, ndoshta ajo shaka mund të ketë qenë i budallik, dhe njerëzit janë të apasionuar pas atij budalliku që ka bërë. Siç tham pak më përpara që shqiptarët vlerësojnë më tepër njerëzit të cilët bëjnë këtë lloj suksesi sesa njerëzit që bëjnë suksesin më së vërtet. Dhe kjo është e para dhe e dyta tregon që djali në fjalë Clintoni duke kapur majat e suksesit fal një video kaq shpejt, filloi pasaj ta ndjente edhe atë llojin e presionit, pasi kjo lloj shoqërie e cila e suportoi për atë video ishte po ajo shoqëri e cila i kërkoi llogari. Për më tepër, i kërkoi llogari që pse nuk bën pse nuk po bën ai po dilte jashtë vetes. Më të avancuara. Dhe kjo vendos personin në fjalë në trusni, ku nuk bëhet më një rast spontaniteti dhe nuk bëhet më në rast spontaniteti, po pastaj fillon të bëj plane. Filloi të bëj plane, ai fillon të sforcohet më shumë. Nuk kalon më spontanitet që të bëj një gallat të thjesht, një gallat për të rrequr vëmendje. Ai thotë çfarë gallate duhet kërkoj unë, çfarë duhet të kopjoj unë, sepse këtu fillon edhe rasti kopimit, shikon edhe reklamat e të tjerëve apo shakat që çfarë pëlqen që dhe unë të bëj, domethënë del nga vetja personi. Del nga vetja automatikisht. Dhe kjo rrit trysnin. Sa më shumë kërkesa ka pasur nga ata fanca, të cilët e pëlqyen në videon e parë që u bë viral, sa më shumë presion të ketë Clintoni, aq më shumë e bën këtë njerëz më të ndrydhur. Pasi, siç e thash, nuk kalon më në spontanitet dhe një person alegria, por e kalon një person të frustruar për të vazhduar karrierën e tij për të kapur majat. Në të kundërt, ashtu siç e thash edhe pak më parë gjatë intervistës, ai është në procesin në garë. Ai ishte në procesin në garë për të mbajtur majën ku kishte rënë. Por ai nuk e duroi dot presionin, arriti në depresion dhe zgjodhi veten në vend të suksesit dhe karrierës së tij. Në fund të fundit është diçka shumë e keqe. Ja pse e thash edhe në fillim që sa më shpejt të kapësh majat në mënyrë sa më të lehtë, aq më shpejt bie poshtë. Sepse ishin pikërisht ata njerëz që i dhanë dorë, ishin pikërisht ata njerëz që lavdëruan dhe ishin po të njëjtët ata të cilët e quan këtë djalosh e ulën në kuptimin që duke kërkuar më shumë nga ç'mund të mbaj morali, nga ç'mund të mbaj intuita, nga çfarë mund të mbaj nervat e një personi. Po. Ja përse kalojmë në aspektin e një aspekt ekonomik, mund ta them pak a shumë, kërkesë ofertë. Ajo çfarë ai ofroi ishte thjesht një ditë e lumtur e tij, edhe krijoi një skeç humor në një moment çastit. E ofroi tek publiku
u bë i famshëm. Ai nuk priste të ndodhte, thjesht e bëri. Ai nuk priste, po çdo njeri nuk pret, e kupton. Patjetër, po. Nuk e pret. Vetëm kur zgjohet të nesër atë. Ai thjesht mund ta kishte bërë thjesht për shaka, për të ndjerë. Po ai nuk e dinte, ai nuk e besonte një herë, pikë së pare ai nuk e besonte që në TikTok mund të arrinte që të merrte ai shumë shikime dhe ai shumë komente. Ai mori gjithë ato shikime, mori dhe shumë komente. Pikërisht këto komente të cilat i rrahen krahët, i rrahen shpatullat për diçka momentale, u kthye në një lloj bumerangu për të kërkuar më shumë. Po. Dhe nëse ai Clintoni do arrinte të mbante të qëndronte në atë stadin e të kapur të maja, gjë që është shumë e vështirë, sepse ta thashë pak më parë. Do dalësh nga vetja ose do futesh në garë, do duhesh të durosh presionin. Natyrisht, presionin. Jo çdo kush mund ta durojë. Dhe jo vetëm nga fansa, nga publiku, po do durosh më presionin sepse ajo do të bëhet pjesë jetës, po. Edhe do të ngacmojnë gjatë rrugës. Do të ngacmojnë gjithkohës. Dhe komplet humbet karakterin. Po. Zgjedhja që ai ka bërë, të cilët dha dorëheqjen edhe mbylli rrjetin social TikTok. Në mendimin tim është një zgjedhje e duhur. Ndoshta duhet ta bënte më para, por secili njeri shikon, bën ato kalkulimet e veta. Unë nuk jam dakord me persona të cilët arrijnë një, si thuhet, ndoshta unë kam të bëj me persona të cilët durojnë. Domethënë jam më tepër person që mund të duroj presionin. Nuk durohet nëse ti ke shumë presion nga të tjerë, sepse varet çfarë presioni ka kaluar ai djalë në fjalë. Sepse ty nëse për shembull, të ta lidh një shembull konkret, nëse ty do thotë një person, ti vendose vendin në vend Clitonit. Nëse ti je një person që je shumë shakator, shumë këto, ke qenë pjesë në premisione të famshme, e zëm marr një rast hipotetik te Portokallia, dhe pastaj ke krijuar një lloj rrjet të madh njerëzish, artistësh, edhe fillon të reklamosh më shumë në rrjetet sociale. Por nëse në një moment ti nuk ndihesh mirë atë ditë. Nuk ndihesh mirë atë ditë edhe nuk të del skeçi, nuk të del humori, nuk të dalin llafet. Ti e kupton që nga të gjithë këta, qoftë artistët, qoftë edhe nga ata të tjerë. Atëherë të shpjegoj diçka. Atë që ne mësojmë si artistë është në momentin që ti shkel skenën, je veç në skenë dhe asgjë tjetër nuk ekziston për ty. Është skena, është çfarë ke ti, është punë. Por nëpërmjet rrjeteve sociale nuk je skenë. Nëse të reklamon vetëm ta në rrjetet sociale nuk je skenë. Jo, në rrjetet sociale je skenë. Jo, nuk je skenë. Varet se si e përdor atë, po dha ty je skenë. Në rrjetet sociale, sidomos në TikTok apo Instagram që dalin live, nuk je skenë, sepse në kontrast me të qenit për shembull i ftuar që bën një skeç 15-20 minuta përballë një audiencë të caktuar. Po mund ta bësh dhe jashtë audiencës të caktuar, mund të bësh thjesht një xhirim. Një xhirim, okay. Dhe kur je në punë, asaj ajo është profesion. Ajo është profesion, ajo kthehet në profesion. Nëse në rastin Clitonit është profesion pjesa e pavarësisht se aktrimit të skeçit, po. Kurse në rastin e fjalës të Clitonit, në rastin e Clitonit dhe në rastin e këtyre që bën të famshëm në sociale nuk është profesion, ajo kthehet në profesion. Dhe të qenit nga një shaka e çastit të kthehet profesion është më e vështirë, është shumë herë vështirë. Ndoshta ka të bëjë me faktin se nuk është mësuar ose nuk ka dhënë atë leksionin e duhur për të qenë aty. Ai person ose ata persona e nisin si diçka të çastit, qoftë për të kënaqur veten, e thash edhe pak më parë. Por duke u kthyer në profesion, duke mos pasur një uritë dura, dhe kalon një lloj presioni aq i madh psikologjik saqë mendon dhe ti vetë vë dyshim veten tënde, ore pse nuk e bëra unë këtë? Po. Jam dakord. Ore shikoj sa thjesht më duket mua kjo tani, e kupton, kur fillon edhe shikoj me veten tënde. Por unë nuk jam dakord me këtë që nuk do doja, por gjithsesi nuk mund të them, sepse edhe ai nuk është se ka mbaruar një shkollim aktrimi të thuash edhe dha dorëheqjen tani direkt edhe ka ishte. Ajo dorëheqja duhet të ishte dhënë më para. Në mendimin tim personal, duhet të ishte dhënë më para. Për shkak se ai nuk është aq i aftë sa për të dëruar presionet, nuk është aq i fortë. Natyrisht. Veç njerëzit më të fortë mund ta përballojnë. Ndoshta ka dhe njerëz që mund durojnë presione. Por presioni i një shoqërie të caktuar, jo vetëm rastin Clitonit, nëse arrin të kapi nivelet ekstreme sa të ndikoj ka raste edhe në moralin, apo qoftë ndikoj edhe në familjen e personit të famshëm, nuk quhet më presion. Nuk quhet më futet në depresion, futet më tepër sëmundje. Sepse aty pastaj i ke shumëzuar çdo gjë me zero, se çfarë bën me jetën tënde private.
Kupton? Pastaj Okej. futet tekstualisht 100% jetën në private. Okej. Ndalemi këtu e ne do flasim sërish javën tjetër. Faleminderit. Kalojmë në një sketch shumë të bukur dhe rikthehemi pas pak për të bërë mbylljen e emisionit tonë të sotëm. Faleminderit. Amo erdhe? Erdha. Ku ishe? Isha në punë, kisha lënë dhe këto letrat këtu. Edhe shqip ti kam bërë, do muj. Se mos kujdesesh ti qik për këto letrat e... Hello! Qa ke? Që? Tim ke përqyre gjithmonë, fakt. O jetë, po leri këto budallë që tani. Ke përqyre. O zemër, kam harruar, jo kam harruar, nuk kam dashur të them diçka, se Të doja na të ta bëja surprise. Ti me këto surprizat e tua, pa i zonë, ke si dhe i qenë nga... Jo, më e bukur, më e bukur. Hë, Gjeni. O, prit, se Mu hap, Gjeni. Të vjetë. Hë, Gjeni. Mirë, nga ta nis, prit. Nëse me Fare. poshtë. O jetë, që të huapur. Hapa, Gjeni. Banalizon fare mohabetin tani. Hapa. Vjere, Gjeni. Jam shumë emocionuar. Ha, Gjeni. Ma kap dorën. Tani, nuk kap duar unë. Që të kapësh? Jo, nuk kap asnjë gjës. Pa Thjesht hapa. rri me syze dhe kaq. Ri me syze? Jam qorë. Qa ke, Gjeni? Më mësë Gjeni, se më duket sikur po më rref. Ha, pra Sikur kam shpirt. bënë ai faj. Okej. Atëherë, Vjere. une, Ti. pardje, Pardje. shkova, dhe për audicione. Ku Po mi? jetë për audicion. Po mirë. Po, për një reklam. Prindo burë të ta shpjegoj. Pizës më vjevi shkojma. Gjo këtu, të sa bravo. Mo delikate. Dhe kam për të reklamuar që më këthim përgjigje o jetë, edhe më thoi që do jem pjesë e reklamës së tyre për shamin e kuqe. Okej, unë shamit kuqe s'kam, po sot do e bëj me këta. Ua. Që Dhe do bësh? buqirime me shamit kuqe. Po do dalë aty 2-3 sekonda. E more seriozisht atë gjënti? Po më jetë, disa e bukur, do më japin se lek, nuk e di se lek, nuk më kanë thënë. Dhe do dalë kështu, dhe do reklamoj një shami, a 2-3 nduket, nuk e di. Se di fix? Reklam shamie. Po, Do bësh ti? Po, shamit kuqe. Do bësh reklam shamie. Po, edhe do dalë kështu, do hecë Shami në për përru. fen apo shami thjesht shami? Po kështu më shti tip shalli, kështu, da bëj kështu me këtë lloj forme, si që bëjnë ato turket, edhe do ekspozoj unë këto, dhe do i bëjmë fotografi, do më bëjmë fotografi, do më të do ekspozojmë kështu, do më bëjmë fotografi, do hecë në rrugë, do rri kështu serioze me syze. Po ti si model? Ose mërë jam e famshme. Tani? Po, do bëjmë, do më thënë, se s'jam. Ku do bësh? Po e prek me këte. Po qa roli ke? Po, këte pra. Qa roli ke? Po pra, do dalë gjira unë rrugës. Si fotomodele? Po si fotomodele. A nga ato 50 lekora. O jetë qa po thua, mo, jo Janë po ato si që kërkojnë në Instagram, pra, ato ambicionet ke bërë. Kërkojmë goca, një vetër e i qoftë të Ose gjata. për kishte dalë në Instagram si njoftim sinqerisht, kishte dalë në Instagram si njoftim, unë e pasha, dy klikova, më E bërë hajde swipe pra- ti. Ku e ke bërë të ato kompani që të mësojnë turqishten? Man, ato që dolin në për emisione. Po që jo, të marrë mo 100.000 lekë. Jo, thoshte ishte shqiptar ajo. Po pra shqiptarë është, të merri 100.000 lekë dhe të jep 10.000 lekë për kursin. Po jo, mbra s'më mori as i lek. Rrise po më shkruajnë punës, pa i zoti se ti e bëhe madhe. është bë star. Gjeni stari. O je do ta shohësh, kur të bëjmë unë e famshëm do më kërkosh, edhe s'do më gjesh më. Ti për një shami do bësh e famshme, edhe s'do t'gjem më. Po do më duan ato, se do jem shumë e bukur. Do bëj këtë me Ama, shamin kur ti kështu. kasha do ma lë shamin mua. Do me autograf apo? Autograf, autograf. Ta bëj shamin kështu. Aha. Edhe do vendos të syze dhe do hecë. Ama, do bësh shumë prova. Ka shumë e vështirë. Ndoshta po, jetë se varet mund t'jetë. Sa veta morën pjesë që fitove ti? Vetëm këtë më thuj dhe mbaroj fenoj. Sa mira veta ishte mund shtalla plot? O jetë Dole kur ti? shkova unë, Po, pranoj lart pjatat e palame. vetëm Edhe një shkoj gocë si. tjetër ishte. Vështrim tat punës nuk më në rahat.
Angjon. Kur shkova unë veç një gocë ishte tjetër edhe Veç ajo ato? ishte shumë e shpifme o jetë. Ajo nga ta më panë mua ishte shumë e bukur. Po pse s'të morë? Pse s'të morë ato? Po ishte shpifme mo jetë, që se mund dali një shpifur të bëhet e famshme, vetë shumë mund dalë të Po bëhet ti e më kokën me famshme. qesë do e kesh, burr, s'do duket. Po jo pra se do jetë me shallë dhe do duken fytyra ime e bukur, që është sa e bukur, ja? Edhe sa lekë do të japin? Po nuk e di pra. Po s'foli fare për këtë pjesë ti. Po, nuk më intereson kjo pjesë, më intereson më shumë se unë le kam. Se ti kam gjepin tato dhe. Po më intereson më shumë. Suksesi. Po, Do bësh një sukses. po e më jetë do bëhem me famë që do vej këtë shallin kështu. Do hapësh një Instagram të bukur. O jetë do ekspozoj shallë se mund të ketë kushtë vert, blur, jeshile, roz, portokallit, O, kushtë, fes, shallë. nuk e di. Po, edhe jam atë logon e asaj kompanisë edhe unë aty do e reklamoj, do dalë kështu si fotomodele dhe do më kërkojnë gjithë për të më marrë intervistë E pastaj. le punën të recepcionit. Po, që të më punën të recepcioni unë o jetë? Qfarë? Do bësh e famshme. Po, jetë. E me nesër kam audicionit në orën 8 mëngjesit. Prap, tjera. Jo, që shë bia kjo, gjërimet, jo, dhe do i bëj. Po më marrë nga puna. Anisa po të merë. Anise po me. Pire këtu. Ua. Alo, Anisa, gjo këtu. Jemi duke bërë një muhabet shumë serios me të dashurin tim, kështu që të lutem mos më merr më në telefon, okej? Faleminderit. Mirupafshim. Po, ti e famshme tani du të sillesh me edukat. Jo, Anisën të lutem shumë, largoje nga kjo gjë. Nuk dua fare. Ç'pun ka kjo? Ku e gjeti numrin e telefonit tënd kjo? Është e suksesshme o zemër. Kjo e suksesshme. Po, ka ajo është e suksesshme. Jo zemër, kjo s'është fare suksesshme. Nuk ka arritur asnjë gjë në jetën e saj, asnjë gjë s'ka bërë për veten, e vetmja gjë që di të bëj është vetëm të lypi burrin tim. Jo të lypi me jo, kesh për të lyp burrin Po tatë. pse e ka marrë numrin të telefonit? Ajo e kam në punë për një projekt shumë të madh. Ajo është e suksesshme, jo ti me shallë kokë. Ashtu. Me shallë të koka do bësh ti xhirime. Ke që shpar që qesh për këtë Po, situatë, vjen për ke gjithë për ta fakt. ke për ta parë që mu do më vinë gjithë kamerat, gjithë televizionet, gjithë që do më kërkojnë dhe ti do jesh i martuar me Anisën sepse unë sot do të lej ty. Okej. Me që Anisa që nga e suksesshme merr Anisën. Po na lëri shallë. Të lutem ma lëri shallë ta kem. Do të çoj me post. Suksesi s'është vetëm paraja, fama apo arritje që ne kemi. Sukses është edhe të pasurit një familje, të pasurit një jetë sa më të lumtur dhe të qenurit sa më i buzëqeshur. Dua të bëj një mbyllje shumë të bukur sot sepse nuk e di, ndihem shumë dreamy si person. Suksesi është kur je rahat me veten dhe nuk e provon veten tek askush dhe ta dini që yjet ndriçojnë vetëm në errësirë. Kështu që mos ndriçoni vetëm tek çdo kënd që dëshironi të ndriçoni. Ju jini vetvetja, ajo ka më shumë rëndësi. Dhe deri në fund të kësaj puntate dhe javës tjetër, jini vetvetja, jini sa më origjinal, pa filtra dhe ju e dini se kush është suksesi për ju. Dua të falenderoj shumë Ana Elegancë Rentat që s'më fal, po unë jam me veshjen e skeçit tani, por faleminderit shumë se më ke bërë të ndihem shumë mirë dhe shumë bukur sot. Falenderoj Andi Bizhutën që më fal gjithë këtë buzëqeshje dhe falenderoj shumë herë International Clinic.